Ka pasur një vendim të gjykatës së posaçme për të pezulluar nga detyra zëvendës kryeministrin një herazi dhe ministre infrastrukturës zonja Belinda Balluku. Dhe pas këtij vendimi në fakt ka pasur shumë reagime si nga politika po ashtu edhe nga po themi palë të ndryshme analistë nga ana ligjore. A mund na shpjegoni pak a ka të drejtë gjykata që ta marrë një vendim të tillë? Problemi më i madh këtu është në faktin e ku një kulture juridike. Në rast se ne nuk jemi dakord me një vendim gjykate, po them të fundit në fillim. Në rast se ne nuk jemi dakord me një vendim gjykate, në rast se kuptojmë që është tejkaluar kompetenca e gjykatës duke e ndryshuar dhe transformuar atë çka ligji shkruan, ti dhe si çdo individ në Republikën e Shqipërisë ke të drejtën ta zgjidhësh këtë mosmarrëveshje tënde dhe mos dakordsitë tënde me vendimin e gjykatës me gjykatën e apelit. Pastaj nga gjykata apelit i shkon në gjykatën e lartë, nga gjykata e lartë i shkon në gjykatën kushtetuese. Pse i them këtë rrugë? Kjo është e vetmja rrugë në të cilën ti do kuptosh që gjykata që ka dhënë atë mas sigurimi ka qenë e drejtë në zbatimin e ligjit apo jo. Është tjetër gjë dakordësia jote, tjetër gjë opinioni im. Dhe opinioni im është ky. Për sa i përket gjykatës e cila ka caktuar dy masa sigurimi, një shtrënguese dhe një ndaluese, unë mendoj, duke ju referuar interpretimit gjusor literal të neni 242 të Kodit Procedurës Penale dhe paragrafit të dytë të tij posaçërisht, që gjykata ka qenë brenda kompetencës së saj dhe ka pranuar kërkesën e prokurorit për të realizuar dhënien e një mase ndaluese e cila duket se lejohet nga ligji, kur paragrafi 2 i neni 242 Kodit Procedurës Penale thot shprehimisht përveç të zgjedhurve sipas ligjit elektoral. Ktu na hyn në ndim ligji elektoral pastaj. Ikim nga Kodi i Procedurës Penale. Kodi i Procedurës Penale neve na orientoka ke ligji elektoral, sipas atij neni që shpjegova. Ligji elektoral çfarë thot? Ligji elektoral në Republikën e Shqipërisë thot që sipas këtij ligji zgjidhen drejt për drejti me votë popullore deputetët, kryetarët e bashkive dhe antarët e këshillave bashkiake në Republikën e Shqipërisë. Këto tre kategori, ligjvënësi ka parashikuar të mos i pezulloj gjykata me një vendim penal, duke parashikuar në Kodin e Procedurës Penale këtë pengesë, këtë ndalesë, po themi, jo pengesë. Deri këtu jemi okay. Pra, gjykata e shkallës së parë kundër krimit organizuar dhe korrupsionit me kërkesë të prokurorisë ka miratuar këto dy masa ndaj zëvendës kryeministres Republikës Shqipërisë për pezullimin. Por do ndalojmë pasaj në raportet e përgjithshme se nuk është gjithçka e thjeshtë, nuk është gjithçka vaj dhe mbi të gjitha jurisprudenca nuk është matematik. Është dhe çështje interpretimi. Ka dhe një grup tjetër, unë s'po i quaj as mbështetës të Ballukut, as mbështetës të, po themi, të qeverisë e cila është cënuar drejt për drejti, por nga një grup tjetër juristësh të cilët mendojnë që me këtë ndërhyrje që bën prokuroria, duket sikur prish një balancë dhe ndërhyn një pushtet gjyqësor ke pushteti ekzekutiv. Dhe argumentin këtu e kanë në faktin që zëvendës kryeministri është një figurë publike politike e përcaktuar si institut tek Kushtetuta e Republikës Shqipërisë. Është neni 95, 96 dhe neni 100 i Kushtetutës Republikës Shqipërisë. Këtu ata duhet ta bazojnë diçka më thellë. Për shkak të debatit ne kemi lexuar disa vendime të gjykatës kushtetuese. Dhe gjykata kushtetuese në vitin 2010, në vitin 2017, jo më në mënyrë të drejtë për drejtë si ky kazus, por në forma të tjera ka reklamuar një ide e cila mund të qëndrojë në ndarjen e pushteteve, duke thënë që figurat politike në hierarkin e qeverisjes nuk mundet të gjykohen apo të merret mas qoftë disiplinore, qoftë penale ndaj tyre nga gjykatat e zakonshme. Ato mundet të jenë objekt i jurisdiksionit të gjykatës kushtetuese. Kjo është një çështje që kërkon debat. Me gjitha këto që unë thash, duket sikur ne jemi dakord që gjykata kushtetuese ka të drejtë, duket sikur jemi dakord që gjykata kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka të drejtë, por kemi një përplasje pushtetesh. Si zgjidhet kjo? Kjo zgjidhet në një formë të zakonshme. Ankohesh dhe shkon në gjykatë kushtetuese e cila të zgjidh këtë kontradikt, të cilën juristët nuk kanë pse kapen për flokësh nëpër ekrane televizive. E para dhe e dyta dhe më kryesorja,
Këtu do e zgjidhim nëpërmjet individit, që në rastin konkret është zënës kryeministrja, apo do e zgjidhim nëpërmjet një kërkese që të vihet në lëvizje gjykata kushtetuese nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste apo nga një grupim politik që lejohet të legjitimohet në gjykatën kushtetuese. Në fakt, avokat, siç e përmendët ju, nuk bëhet fjalë për rastin e zëvendës kryeministres, por çfarë ndodh nëse gjykata vendos të pezullojë kryeministrin? Se pak a shumë është e njëjta gjë si zëvendës kryeministër është në të njëjtën format po themi dhe del nesër dhe thot gjykata që unë pezulloj kryeministrin. A është kjo cënimi drejt për drejt i ekzekutivit? Ky është problemi. Këtë që diskutova dhe të thash pak më parë. Kemi një ngërç i cili shpeshherë duket sikur shfaqet për shkak të realitetit të ri që ne kemi në Shqipëri. Cili është realiteti që ne kemi në Shqipëri? Ne kemi një korpus ligjor, ne kemi një kushtetut e cila, me të drejtë mbase, nuk ka parashikuar që korrupsioni do jetë kaq i hapur. Nuk ka parashikuar që ministra, zëvendës kryeministra, mbase edhe kryeministra, kryetar bashkisë do hynë kaq shumë në paligjshmëri sa zgjidhet vetëm nëpërmjet prokurorisë. Dhe këtu duket sikur kemi një boshllëk ligjor. Të rrim ftohtë si jurist. Lexon enin 242 Kodit Procedurës Penale. Përveç se të zgjedhurve nga ligji elektoral, përgjigjja për pyetjen tënde në mënyrë të drejtë për drejtë, në rast se ti interpreton në mënyrë të veçuar vetëm Kodin e Procedurës Penale, është po, mund të pezullohet kryeministri i Republikës së Shqipërisë. Por çfarë ndodh? Ndodh një ngërç institucional. Ndodh një ngërç shumë i madh politik. Atëherë, kur ne nuk jemi në vendet nordike, për të cilën duhet themi që kur dikush merret në nënhetim, në vendet nordike po themi, jep dorëheqjen dhe e zgjidh të ngërç. Ne jemi në Shqipëri. Duke qenë se jemi në Shqipëri, ti jo vetëm që nuk jep dorëheqjen kur merresh në nënhetim, por edhe kur merresh i pandehur ti nuk e jep dorëheqjen. Atëherë, mos kemi të bëjmë me një mangësi ligjore, cila është zgjidhja sa rrin dhe përplasen dhe bëjnë deklarata politike lart e poshtë në për samite, në për format të tjera, politikanët shqiptar le të mbledhin specialistët dhe të thonë, po zotëri, kemi një mangësi ligjore, pasi prokuroria e posaçme po na kap të gjithëve duke vjedhur, dhe ne nuk dim si të mbrohemi ose nuk dim si të reagojmë për të ruajtur pavarësinë e pushtetit. Një zgjidhje është, në rast se për gjyqtar dhe prokuror ti e ke të shkruar në ligj, ke status i magjistratit, në ligjin kryesor, që thua, kur një prokuror dhe një gjyqtar merret i pandehur ose merret në nënhetim, automatikisht pezullohet. Atëherë shtoj një ligj të tillë, rregulloje, propozoje, miratoje dhe shmang të ngërç institucional. Unë bie shumë dakord me ju. Në këtë rrugë që po ndodh, a mundet pezullohet e gjithë qeveria nga prokuroria? Dhe çfarë boshllëku duhet krijojmë? Çfarë boshllëku duhet krijohet për sa i përket ndarjes dhe pavarësisë së pushteteve? Është një paradoks. Në një anë kemi korrupsionin që gëlon, në anën tjetër kemi prokurorinë e posaçme që ne e duar trokasim pse po lufton krimin dhe korrupsionin, por ngecim në momentin kur prokuroria e posaçme zbaton në mënyrë të drejtë për drejtë ligjet që ti mbase i ke lënë në mënyrë jo të qëllimshme, po mbase të paaftë, të mangëta. Avokat, ju cituat në enin 242.2. Thot kjo mas nuk zbatohet ndaj personave të zgjedhur sipas ligjit elektoral. Personave apo funksionit? Personi. Gjithmonë flasim për personin. Sepse ligji elektoral zgjedh personin që i jep funksionin. Funksioni është kushtetues pasaj. Këtu është një ngërç tjetër, më fal që ndërhyj, pa mbaruar pyetjen. Këtu është një ngërç tjetër më i rëndësishëm. Këtu po bëhet një zhurmë e madhe. Nuk është pezulluar zëvendës kryeministrja, është pezulluar personi që ushtron detyrën e zëvendës kryeministrit. Sepse masat e sigurimit janë personale. Ky person është i zgjedhur sipas ligjit elektoral? Po, si deputet. A ndahet, po themi, funksioni? Po të shohësh vendimin e gjykatës posaçme, është një vendim shumë i kujdesshëm, që për mua, nga ana ligjore formale, është komplet korrekt, dhe nuk e pengon funksionin e deputetit. Nuk e pengon funksionimin e të qenit si deputet të personit që ka caktuar mas sigurimi. Sepse thot, ti nuk mund të jesh zëvendës kryeministër apo ministër, por deputet vazhdo të jesh. Kur sipas ligjit elektoral, në mënyrë të interpretim të drejtë për drejtë, juridik, logjik dhe gjyqësor është, unë nuk cënoj Belinda Ballukun si deputete. Nuk e prek, sepse në ligjin elektoral, ti person, domethënë në rastin konkret, personi konkret, është subjekti i ligjit elektoral
kur merr rolin e deputetit, merr funksionin e deputetit. Dhe funksionin e deputetit unë nuk e prek. Ti do thuash a ndajmë dot funksionin e deputetit nga funksioni i ministrit, funksioni i zëvendës kryeministrit, po e ndajmë një logjik inverse. A kemi ministra që nuk janë deputet? Po, ka ndodhur dhe do ndodhi, sepse nuk e pengon kushtetuta. A kanë ministrat njëjtin imunitet si deputetët? Po, për lirit personale, çdo ministër ka të njëjtin garanci ligjore, pra imunitet politik, juridik, për mos arrestimin e tij pa dhënien e pëlqimit nga parlamenti. Këtë pjesë për kufizimin e lirisë personale, sepse ka një nen në kushtetutë, që thot, ministri ka imunitet dhe rolin domethënë imunitet të njëjtë si deputeti. Por nuk është inversi i pranueshëm. Qëndruar këtu, ne kemi një vendim të gjykatës së posaçme ku kjo masë, sipas vendimit të gjykatës, merret për shkak se Belinda Balluku mund të, po themi, të ripërsërisë edhe një herë veprën penale, mund edhe të cënoj, po themi, provat. Po në funksionin e zëvendës kryeministres, pse gjykata duhet ta hiqte dhe ndoshta mund ta pezullonte thjesht si ministri i infrastrukturës, ku ishte edhe ministria që ka bërë tenderat, Ministria e Linjës që ka bërë tenderat, dhe ta linte si zëvendës kryeministre dhe ndoshta kjo zhurmë që është bërë deri tani nuk do ishte bërë dhe i ishte një as qeverisë që të thoshte që mua po më pengon në rutinën e punëve, se ndodh që kryeministri mund të jetë jashtëti për 2-3 javë, po themi. Jo më ndodh sot qoftë të larg, inshallah nuk na smuret kryeministri. Dhe i di që qeveria është pa... kryeministri na smuret, ne kemi qeverinë pa kundër firmë, pa firmë. Sot që flasim, qeverinë e kemi pa kundër firmë. Qoftë të larg 10 herë, mos na usëmurt kryeministri, por në rast se na smuret, sot që flasim, nuk është dikush që drejtoj qeverinë e Republikës së Shqipërisë. Sepse kemi një vendim pezullimi dhe me sa u pa nga lajmet, me sa u pa nga deklarimet politike, ky vendim do zbatohet nga mazhoranca. Do thotë që Balluku do rrije pezulluar. Për sa i përket pyetjes si bëni ju, unë duhet ta lexoj të plot të gjithë vendimin, pa aq sa kam parë nëpër media, vlerësoj që gjykata e posaçme me kërkesën e prokurorisë ka marrë në konsiderat dhe rrethanat të cilat ti si kryeministër mund t'i përdorësh në pozicionin tënd për dëmtuar provën apo për të rindërtuar të njëjtën skemë që ke bërë më parë, sepse automatikisht në rast se ti je zëvendës kryeministër, je shefi i ministrit që do të caktohet në vend tënd kur pasi ti të pezullohesh nga Ministria e Infrastrukturës. Domethënë është vlerësim i kushteve dhe rrethanave, nuk është më shumë vlerësim makro i situatës. A mund të kishte vepruar ndryshe gjykata posaçme lidhur me këtë rast? Kam përshtypjen, këtu është mendimi im komplet personal, opinion komplet personal, që gjykata e posaçme është vënë në lëvizje nga prokuroria e posaçme, pasi prokuroria e posaçme këto ditë, 20 apo 21 ditë, që nga dita që ka marrë pandehur zëvendës kryeministre e Republikës së Shqipërisë, i la kohë institucioneve të tjera të Republikës së Shqipërisë të reagojnë dhe të vinë në krah të gjykatës dhe prokurorisë posaçme për të luftuar krimin dhe korrupsionin. Ç'nën kuptoj me këtë? Nuk jam vetëm unë në Shqipëri që luftoj korrupsionin, thot prokuroria e posaçme. Duhet të luftoj korrupsionin dhe kryeministria, duhet të luftoj korrupsionin, po themi, e gjithë ekzekutivi. Dhe çfarë bëra? I thash, një pjesëtar i joti, direkt zëvendës kryeministri jot, është i pandehur si person që dyshohet që ka kryer veprën penale të shkelet të barazisë në tendera. Dhe të lash kohë, të reagosh ti sipas kushtetutës Republikës së Shqipërisë, që ke kompetenca si kryeministër, dhe sipas ligjit mbi funksionimin e Këshillit të Ministrave, ta shkarkosh apo të dakordsohesh për një dorëheqje. Prandaj thash, kjo është më shumë një analizë se sa një konkretizim. Dhe brenda këtyre 20 ditëve, asnjë institucion i Republikës së Shqipërisë që ka lidhje me ekzekutivin nuk reagoi karshi marrjes pandehur nga prokuroria e posaçme. Dhe prokuroria e posaçme tha, "Okej, nuk po reagoni, nuk po vini në krahatim në luftë kundër korrupsionit, unë po vazhdoj me kodën e procedurës dhe po e pezulloj." Kështu e shoh unë, kështu e lexoj unë. Avokat, në rastin kur gjykata e posaçme, pra ose prokuroria, se në rastin konkret se ne gjithmonë referohemi prokuroria, por në fakt është gjykata ajo e cila procedura është e thjeshtë. Prokuroria kërkon
Gjykata mund të mos ta miratoj. Pikërisht, pra, Domethënë vula përfundimtare është e në gjykatës. rastin konkret gjykata është më e rëndësishme se prokuroria në kuptimin e vendosjes së një mase. Po që të jemi komplet korrekt me ligjin, gjykata ka caktuar masën e sigurimit. Pikërisht, kjo është Po kjo është terminologjia më e saktë. Pikërisht. Kjo lënia kohë e qeverisë që të reagojë për një antar të kabinetit vet, është një lloj ndërhyrje në pushtetin ekzekutiv, po themi se ideja është që në momentin që ti i heq një zëvendës kryeministër nga detyra, ti pak a shumë ndoshta ti përcakton edhe kabinetin qeveritar kryeministrit. Është herë e parë që unë po dëgjoj diçka të tillë. Në fakt, është rasti i parë që unë po dëgjoj diçka të tillë, nuk e kam dëgjuar në asnjë rast tjetër. Kam dëgjuar po që është arrestuar ministri. Kam dëgjuar po që është futur në burg kryeministri apo ish kryeministri, por me masa ekstreme të arrestit në burg. Masa pezulluese është shumë interesante. Të kthehemi prapë ke debati i parë. Ore, masa e pezulluese, a mos është vetëm për nënpunësit, po themi sipas ligjit mbi statusin e nënpunësit civil, apo mos është vetëm për sekretarin e përgjithshëm e poshtë dhe jo për funksionet politike? Këto janë po themi hapësira ligjore të cilat një prokurori dhe një gjykat duhet t'i shfrytëzojë edhe duke ju referuar argumentave që ju thoni, duke parë pse jo edhe apo ndërhyn politikisht, apo prish në një ekuilibër, por jo deri ke grushti i shtetit se është e egzageruar. Ti ke 7 vjet që i thua prokurorisë dhe gjykatës posaçme, bravo të qoftë që po lufton korrupsionin dhe krimin organizuar. Nuk mund t'i thuash je e pamaturuar ti që po zbaton kodin e procedurës penale. Po, i pamaturuar je ti si politikan që ke një reformë legjislative që hyri në kuadrin e reformës në drejtësi dhe nuk parashikove këto situata. A i the prokurorisë posaçme dhe gjykatës posaçme që të luftosh korrupsionin e nivelit të zyrtarëve të lartë pa tu trembur syri dhe pa u ndaluar, po, duhet të parashikosh dhe këtë gjë, edhe në legjislacion, duhet të parashikosh dhe këtë fakt, që nesër gjykata dhe prokuroria e posaçme të konstaton një shkelje të rëndë të zbërë nga gjysma e kabinetit, çfarë do bëj? Duhet studiuar edhe nga pikpamja kushtetuese e ndryshimeve legjislative që sjellin në një realitet të ri. Po more, kemi mbërritur në sajt të prokurorisë dhe gjykatës posaçme në faktin që fundi i pandëshkueshmërisë ja ku është. Ky është fundi i pandëshkueshmërisë. Nuk ka më person të paprekshëm. Atëherë derisa nuk ka më person të paprekshëm, a duhet llogarisim që këtë vend mos ta lëm pa qeverisje, se unë po të kërkoj të të ftoj në debate edhe për një moment tjetër. Kryetari i Bashkisë Tiranës. A e kupton çfarë ka ndodhur? Është në burg, gjykata kushtetuese thotë jo, nuk do shkarkohet. Ku jemi këtu? Jemi në një realitet të ri, juridik, politik dhe social. Atëherë, ky realitet i ri, juridik, politik dhe social, a mos vallë kërkon një ndryshim rrënjësor dhe të legjislacionit për të arritur në konkluzionin që po, kur ty të merr një prokuror në hetim apo të marrë të pandehur, po zotri do pezullohesh automatikisht dhe pozicionin tënd zërë filani. Duhet të jenë parashikuar gjithçka në ligj. Se është një situatë për cilën një jurist mund të thotë, po, gjykata urdhëron dhe dikush nga qeveria thotë s'dua ta bëj. Çfarë do bëhet? Si do ekzekutohet vendimi? Do lëm prapë në vullnet politik? Jo, duhet lënë vetëm në vullnet ligjor. Këtë hapësirë politika nuk ka pse ta quaj si papjekuri të gjyqësorit. Politika le ta quaj si papjekuri të vetëm. Kanë dalë përgjime, biseda telefonike ose përgjime, shkëmbime mesazhes mes njëri tjetrit, mes ministrave dhe varësve, mes kryetarëve bashkive dhe varësve, mes kryetarëve bashkive me njëri tjetrin. E ndërkohë nuk kemi asnjë rast që të ketë dalë një SMS e ministrit me kryeministrin, se nga dosja e Ballukut të kryet përshtypja sikur Balluku flet vetëm me varësin e vet. Dhe ndërpritet lidhja. Këtë nuk di të ta them në kuptimin në rast se s'ka një hetim të mirëfillt për këtë situatë, por a duhet të pyetet kryeministri për gjithçka ndodh rreth e rrotullti? Po, duhet të pyetet kryeministri për gjithçka ndodh rreth e rrotullti. A komunikon ai apo jo me telefon është çështje e tij, pasaj se si përpiqet ta drejtojë qeverinë apo varësit e tij. Por që ta pyesësh si person që tregon rrethana të hetimit është më se normale dhe unë besoj dhe shpresoj që prokuroria e posaçme do vijë tek ajo ditë.
kryeministri Rama foli për herë të parë për këtë ngjarje, po themi, dhe deklaroi që pavarësisht gjithave ne do respektojmë vendimin e gjykatës, e ndërkohë vendi do jetë pas zëvendës kryeministër që teorikisht pa kryeministër në mungesë të zotit Rama, e ndërkohë do e çojë çështjen në gjykatë kushtetuese. Sa mendoni se mund të ri vendi pa zëvendës kryeministër? Vendi pa zëvendës kryeministër në bazë të një logjike ligjore nuk mund të ri as një minutë. Dhe mos harrojmë, zëvendës kryeministja nuk është shkarkuar, vetëm është pezulluar. Atëherë me urgjencë, me që ka shumë vota në parlament, ka 83 vota, le të rregullojë legjislacionin e minimalisht të bëjë 2 zëvendës kryeministra. Zgjidhja më e shpejtë. Le të ndryshojë struktura, le të bëhet një interpretim i nenit 96.1 të kushtetutës dhe nenit 100 të kushtetutës, le të bëhet një ndryshim i shpejt ligjor edhe në organikën e Këshillit Ministrave, në ligjin organik të Këshillit Ministrave, dhe të kemi 2 zëvendës kryeministra. Më kupton? Se nuk ka asnjë lloj zgjidhje tjetër. Jemi në një realitet të ri i cili kërkon patjetër legjislacion të ri. Mënyrë tjetër për të debatuar dhe për të diskutuar nuk ka më. Dhe mbi të gjitha unë pretendoj dhe them që në rast se mazhoranca do i rri besnike pavarësisht së gjyqësorit, atëherë le të rri besnik dhe faktit që s'ka pse bën mazhoranca kërkesë në gjykatë kushtetuese, por le të bëhet sipas rrugës ligjore që individi i është cënuar kjo e drejtë. Pasur parasysh dhe eksperiencën tuaj si prokuror, a mendoni që është një dritë e largët që po vjen për ndryshime vetëm për të ndaluar spakun? Atë nuk mund ta parashikoj, po që është e sigurt që është një dritë e largët që po vjen për të kapur mbase pushtet shumë më tepër personat që janë aktualisht në skenën politike. Dhe çfarë nën kuptoj me këtë? Uroj dhe shpresoj që mos kenë ndërmend që kryeministri bëhet president dhe për këtë arsye të ndryshojmë tërë hierarkinë shtetërore dhe të bëjmë republikë presidenciale. E para dhe e dyta më kryesorja. Në teori dhe në praktik, ndryshimi i një ligji të thjeshtë kërkon kohë, kërkon mendim, kërkon rrahje debatesh nga palët e interesit, e jo më ndryshimin strukturës ligjore, ndryshimin strukturës shtetërore. Për këtë arsye, ndryshimin strukturës shtetërore kërkon mbase një periudhë shumë më të gjatë diskutimi, jo vetëm publik, po dhe një risi pse e kërkon populli. Në rast se e kërkon populli diçka të tillë dhe realisht e kërkon populli diçka të tillë, ti mund t'i përgjigjesh me ndryshime. Por të ndryshosh her pas here strukturën e shtetit dhe kushtetutën nuk prodhon asgjë më tepër se sa një pasiguri juridike. Avokat, faleminderit shumë. Faleminderit ju.